argument që ende vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është botuar në fletorin zyrtare. A keni një informacion pse akoma? Sepse nëse vendimi i parë që i interesonte Edi Rams u publikua brenda 2 orëve, vendimi tjetër mbahet në sirtar, nuk zbardhet nga famozja që kryeson gjykatën, e cila është një militante e verbër e Partisë Socialiste, nuk zbardh vendimin në mënyrë që Belinda të Lubia të ketë kohë për të shkatruar dokumenta bashkë me Ramën. Ju e keni pa kamion. Kamionët po çdo natë me thas, me baule, dalin nga kryeministria për të zhdukur gjurmë krimesh. Të gjitha janë zhdukje gjurmë krimesh. Kështu që sigurisht e vonon kryetarja e gjykatës, një militante e verbër e Partisë Socialiste, por edhe ajo do përfundojë ku e kanë vendin ata që nuk zbatojnë ligjin dhe kushtetutën. Zoti Berisha, u teprua sot me fjalët e përdorura, me fjalën e përdorur në kuvend, a jeni penduar tashmë pas 2 orësh? Unë nuk isha ndëgjuar kur ndonjëherë gra të përdori fjalë të pista siç përdorin deputetet socialiste. I ndëgjuat vetë ju. Nga të dyja palët, nga ju dhe nga ata. Jo, absolutisht. Ato përdorin fjalë të turpshme, po atyre nuk ka, po mbrojtë hajdutën mund të bësh çdo gjë pastaj. Kurse ato gjoja u revoltuan nga një fjalë që në fakt, po ta shofish, është absolutisht edhe gjysmë letrare. Po, më thoni mua për ata që e dinë shqipen mirë, ajo fjalë është si gjysmë letrare. Për atë e përdoret ju për kuptimin letrar? Unë e përdora në kuptimin asaj që të mos e prish gojën time. E përdor. Kur do mbaroj kilometri i fundit, zoti Berisha? Urdhoni? Kur do përfundoj kilometri i fundit? Kilometri i fundit përfundon me përmbysjen e këtij regjimi narko. Shqiptarët e kanë në dorë dhe janë shumë të vendosur. Faleminderit shumë. Po vazhdon ajo atje apo jo? Vazhdon?